A e keni ndjerë ndonjëherë një ndryshim të thellë në jetën tuaj? Sikur po zgjoheni në një kuptim të ri të vetes dhe botës përreth. Zgjimi shpirtëror është një udhëtim i veçantë, jo një rrugë e drejtë, por më shumë si një spirale adhënie. Disa kalojnë në për etapa të ndryshme, të tjerë i shmangin disa prej tyre. Çdo rrugëtim është unik, por element të caktuar na lidhin të gjithëve. Le ta zbulojmë bashkë 5 fazat kryesore të këtij zgjimi shpirtëror, në mënyrë të qartë dhe të thjeshtë. Në fazën e parë të këtij procesi shpirtëror, njeriu jeton i zhytur plotësisht në nivelin e egos. Kjo është një gjendje ku mendimet dhe emocionet sundojnë pa vetëdije. Individët identifikohen ngushtë me mendimet dhe ndjenjat e tyre, duke besuar se ato janë vetë thelbi i tyre. Egoja merr kontrollin, duke lënë pak hapësirë për ndarjen midis asaj që jemi realisht dhe asaj që ndjejmë apo mendojmë. Jeta duket sikur ndodh vetvetiu, pa ndikimin ton. Gjatë kësaj gjendjeje, shumë njerëz reagojnë ndaj ngjarjeve në vend që t'i formsojnë ato. Ndjenja e kontrollit është e kufizuar, duke shkaktuar sjellje mbrojtëse, zemërim dhe negativitet. Çdo vështirësi forcon bindjen se jeta është jashtë duarve të tyre. Identiteti lidhet ngushtë me historinë personale, dhe jeta perceptohet si diçka që ndodh ndaj tyre, e jo diçka që ata krijojnë me vetëdije. Vështrimi i të tjerëve është i turbullt, pasi perceptimi filtrohet përmes përvojave dhe supozimeve vetjake. Kjo fazë pa vetëdije karakterizohet nga një lidhje e fortë me egon, e cila mjegullon kufirin mes vetes dhe botës së jashtme. Por zgjimi fillon pikërisht këtu, kur njeriu ndjen nevojën për të çliruar nga modelet e pavetëdijshme dhe për të eksploruar shtresat më të thella të ekzistencës. Kjo vetëdije e parë shënon fillimin e transformimit drejt një lidhjeje më të thellë me qenien njerëzore dhe natyrën shpirtërore të saj. Teksa ecim përpara në këtë udhëtim, vjen faza e njohur si shuarja e egos. Kjo është një periudhë e fuqishme ndryshimi, ku identiteti që kemi ndërtuar rreth roleve, besimeve dhe etiketimeve nis të shpërbëhet. Kjo nuk është një zhdukje fizike, por një lëshim i bindjeve të ngulitura mbi atë që mendojmë se jemi. Njeriu fillon të kuptojë se historia që i ka treguar vetes nuk përbën thelbin e tij të vërtetë. Shuarja e egos hap një hapësirë të re të brendshme, ku vetja që vëzhgon bëhet më e dukshme. Në fazat e mëparshme, kjo vetëdije ishte e mbuluar nga zhurma e mendimeve dhe ndjenjave. Tani, individi fillon të kuptojë se nuk është vetëm identiteti i ndërtuar nga shoqëria dhe përvojat, por diçka më e thellë që i përjeton ato në heshtje. Kjo sjell një ndryshim rrënjësor në mënyrën si e shikon veten dhe botën. Ky proces zbulimi të vetvetes shënon kalimin nga iluzioni i egos drejt një të kuptuari më të thellë të qenies. Duke kuptuar se historitë tona nuk janë realiteti ynë i vërtet, ne hapim derën për një ndërgjegjësim më të madh dhe për një kërkim më të thelluar shpirtëror. Pasi kalohet kjo fazë, zgjimi shpirtëror hyn në një periudhë të re, atë të kërkimit të së vërtetës dhe kuptimit të thellë. Faza e kërkimit shënon një kapitull të ri në rrugën shpirtërore. Në këtë etapë, individi bëhet më i vetëdijshëm për boshllëkun që la pas shuarja e egos dhe fillon të kërkojë përgjigje më të thella mbi ekzistencën. Pyetjet mbi kuptimin e jetës, origjinën e vetvetes dhe natyrën e realitetit bëhen më të shpeshta. Kjo nuk është një kërkim i jashtëm, por një udhëtim i brendshëm drejt njohjes së vërtetës që ndodhet përtej mendimeve dhe përvojave të përditshme. Gjatë kësaj periudhe, njeriu shpesh ndjen një nevojë të madhe për qetësi, introspeksion dhe lidhje me diçka më të madhe se vetja. Librat shpirtëror, meditimi, praktikat e vetreflektimit dhe të kuptuarit e energjive të padukshme bëhen mjete të zakonshme. Kjo fazë nuk ka të bëjë me besimin verbalisht, por me ndjesinë e brendshme që ekziston një qëllim më i thellë që e udhëheq jetën. Njeriu fillon të ndjejë praninë e një urtësie më të madhe
që nuk vjen nga mendja logjike. Në këtë fazë kërkimi, shumë përjetojnë edhe periudha pasigurie apo vetmie. Ndërsa lidhjet e vjetra shpesh duken të zbrasta ose të parëndësishme, rruga e re shpirtërore ende nuk është plotësisht e qartë. Ky zbrastir është pjesë natyrale e procesit. Ajo krijon hapësirën e nevojshme për të lindur një vetëdije e re. Shumë njerëz përjetojnë sinjale, intuit të fortë dhe përkime që i nxisin të thellojnë besimin në këtë rrugë. Me kalimin e kohës, kërkimi shpirtëror çon drejt një faze stabilizimi dhe kuptimi më të qartë. Kjo është ajo që shpesh quhet si zgjerimi i vetëdijes. Këtu, njeriu nuk është më i mbërthyer pas pyetjeve apo dyshimeve, por fillon të jetojë me një ndjenjë të përhershme, paqeje të brendshme dhe pranimi. Përvojat të caktuara mund të sjellin ndjesinë e unitetit me gjithçka që ekziston, një ndjesi që nuk mund të përshkruhet me fjalë, por ndjehet thellë në zemër. Në këtë fazë të vetëdijes së zgjeruar, individi e shikon jetën si një rrjedhë, ku çdo ngjarje ka një qëllim më të lartë. Lidhja me natyrën, njerëzit dhe universin bëhet më e sinqertë dhe e thellë. Nuk ka më nevojë për kontroll të fortë mbi gjithçka. Ekziston një besim i brendshëm se çdo gjë ndodh ashtu si duhet. Kjo nuk është dorëzim pasiv, por një besim aktiv dhe i mençur në rrjedhën e jetës dhe në inteligjencën e saj të padukshme. Faza përfundimtare e udhëtimit shpirtëror quhet shpesh integrimi. Këtu, njeriu nuk është më në kërkim të së vërtetës, sepse ajo tashmë është bërë pjesë e natyrshme e jetës së tij. Ai fillon të jetojë me vetëdije të plotë, duke balancuar dimensionin shpirtëror me realitetin e përditshëm. Nuk ka më ndarje mes asaj që është shpirtërore dhe toksore. Çdo veprim, çdo mendim dhe çdo zgjedhje bëhen shprehje e vetëdijes së re që ka lindur brenda. Në këtë pikë, personi kthehet tek jeta me një ndjenjë thellësisht të ndryshuar. Marrëdhëniet përmirësohen sepse ai nuk reagon më nga egoja, por nga mirëkuptimi dhe dashuria. Ai sheh pasqyrime të vetvetes në çdo qenie dhe ndërveprimi me botën bëhet më i ndërgjegjshëm. Detyrat e zakonshme nuk duken më të thjeshta apo të mërzitshme. Ato janë momente për të jetuar praninë, për të shfaqur dashurinë dhe për të kontribuar me mirësi në realitetin përreth. Integrimi nuk do të thotë që nuk ka më sfida apo emocione të vështira, por tani, këto përballen me qetësi të brendshme dhe vetëdije. Njeriu mëson të qëndrojë i qetë edhe në mes të stuhisë, sepse ai e njeh burimin e vërtet të forcës së tij, qetësinë e shpirtit. Ai nuk ka nevojë më të provojë veten apo të kërkojë vlerësim nga jashtë. Jeta bëhet një reflektim i brendësisë, dhe çdo hap që hedh është i mbushur me qëllim. Ky stadi i fundit sjell me vete një ndjenjë përmbushjeje që nuk varet nga pasuritë, suksesi apo miratimi shoqëror. Është një ndjenjë e brendshme paqeje që nuk varet nga kushtet e jashtme. Njeriu tashmë nuk kërkon më të arrijë ndonjë gjendje shpirtërore, sepse ai është bërë vetë ajo gjendje. Ai jeton çdo ditë me vetëdije të thellë, duke përhapur dritë, praninë dhe dashurinë që buron nga zgjerimi i brendshëm. Kështu përmbyllet cikli i 5 fazave të zgjimit shpirtëror, nga gjendja e pavetëdijshme, në shuarjen e egos, në kërkimin e së vërtetës, në zgjerimin e vetëdijes dhe përfundimisht në integrim. Ky udhëtim nuk është linear, as i njëjtë për të gjithë, por ai na çon të gjithëve drejt një qëllimi të përbashkët, për të rikthyer tek vetja jone vërtet dhe për të jetuar me një zemër të hapur, me qetësi dhe me dashuri të pastër.